Përshëndetje. Mund na thoni diçka për ekspozitën e fundit të dy artistëve, po themi në fjerak? Përshëndetje zoti Artur, është një kënaqësi të kem në dispozicion vëmendjen tuaj sa i takon ekspozitës dy artistëve nga Firi, që tashmë janë edhe miqtë tonë, miqtë e galerisë. Me njërin prej tyre njihesha nga herë me Eduard Meçon, ndërsa me Arbenin kemi pas kohë dhe komunikim të gjatë përmes telefonit, po çuditërisht nuk ka qenë një komunikim i normave të zakonshme, po ndjehej që në hapat e para kur stabilizuam një idenë e kësaj ekspozite që kishte një energji pozitive që do bëjmë diçka të bukur dhe realisht dy artistët erdhen me një ekspozitë shumë të mirë, që jo vetëm përfaqësojnë gjithë potencialin e tyre krijues, por pse jo i kanë bërë një nder edhe Galerisë Shkodër. Këto aktivitete që keni ju zakonisht janë ngelen vetëm në Shkodër apo lëvizin në të gjithë Shqipërinë? Si ky? Jo, këto janë evente standarde në kuptimin jo të mushtë fjalës, po këto janë ekspozita që i vinë në ndihmë jo vetëm artistëve, por janë edhe një ofertë estetike, mendimi, koncepti, qasje, qëndrime të ndryshme në art që i ofrohet publikut të Shkodrës edhe më gjerë, janë statike për efekt sepse ndodhin këtu. Por në organizimin e punës tonë ne kemi pas parasysh që këtë vit ja dedikojmë kryesisht artistëve jo lokal. Që qyteti i Shkodrës edhe galeria të një farë mënyre të promovohet përmes punës së të tjerëve dhe të shndërrohemi në një win-win, i thonë përdoret në anglisht, një koncept që gjitha palët këtu japin dhe marrin nga njëri tjetri. Po, juve si mendoni, një pyetje më shumë për edukimin e publikut me artin figurativ. Do ishte më mirë sikur ekspozita të kësaj natyre të zhvilloheshin edhe në natyrë, në objekte kulturore, tradicionale? Kjo është një koncept bashkëkohor aktualisht, kjo që propozoni ju, që Galeria Arteve Shkodër e ka ndjek prej kohësh, por janë disa është shumë e drejtë që artit mos mbesin brenda mureve të galerisë, por t'i ka përcejnë dhe të shkojnë pranë hapësirave të tjera publike. Kjo është një element shumë i rëndësishëm, por këtu kemi dy qëndrime që në vit parë nuk mund t'i shndrojmë në të detyrueshme, pra është kërkesa artistike që është lidhur akoma me mitin e galerisë dhe bën shumë mirë që është lidhur me mitin e galerisë, sepse galeria është një institucion global si koncept, prej ku fillon historia dhe rrëfimi i artistit, ndërsa këto qasjet e tjera që kanë natyrë disi më liberale, nëse mund janë të mirëpritura dhe nuk mohohen. Në Shkodër ka shumë hapësira publike që shndërrohen në hapësira ekspozitive pothuajse çdo ditë. Dhe nuk është një element i huaj, por për të zhvilluar më tej mbetet për të parë pse jo, është një sugjerim shumë i drejtë. Po, një mendim kështu për pyetje më shumë për informacion për një bienale të mundshme në Shkodër. Kur mund të kemi? Për çfarë? Për të mbledhur artistët e artit figurativ, ose më gjerë. Po, faleminderit që shikoni Shkodrën si një mundësi të këtij lloji reflektimi. Shkodra në çdo 2 vjet për hir të vërtetës organizon çmimin e artit bashkëkohor për të ri, çmimi Hidromeno, i cili ka në fokus pikërisht dhënien e hapësirës jo vetëm artistëve, por edhe kuratorëve të ndryshëm, të huaj vendas si t'i vinë koncepti kuratorial, dhe çdo 2 vjet si më organizon këtë event që është goxha i rëndësishëm, dhe nga njëri edicion tek tjetri, pra që i bie të jenë çdo 2 vjet, ne në vitin e mesëm, po themi kështu, në periudhën e mesme të këtij 2 vjeçari, ndërtojmë situatën e laboratorit, ku kuratori ftohet dhe ai ndërton si thosh bazamentin konceptual
po ndërtojnë edhe grupazhin e artistëve që do ndërtojnë pastaj ekspozitën finale të çmimit Hidromeno, i cili akordohet fituesit nga një juri profesionale. Ne e kemi për dispozitën ta kemi Orexin të gjerë, por ideja është që ne po presim nga çasti në çast, nga koha në kohë që Galeria e Arteve Shkodër të ridimensionohet fizikisht në një godinë tjetër dhe një godinë historike në qendër të qytetit Shkodrës, dhe kështu që mendojmë se planet afatgjata i përkasin një momenti të konsolidimit, themi kështu, më mirë. Atëherë unë kisha dhe një pyetje tjetër, po themi për futjen e Galerisë së Artit Shkodër në gujta turistike. Është pyetje shumë e drejtë. Galeria e Arteve Shkodër figuron në gujda turistike, qofshin ato të printuara, qofshin ato digjitale, por siç e citova pak më lart, në pozitën aktuale ku është, ka një pozicion disi të kamufluar, nëse mund të përdori një lloj termi, një lloj pozicionimi që vjen nga një, po themi kështu, nga një mendim i para shumë viteve, ku e hoq, për mua e gabuar, ku i hoqi një prezantim dinjitos qytetit të Shkodrës, ku e kishte aso kohë Galeria e Arteve Shkodrës, që ku do rikthehet edhe një herë. Dhe vendosim këtu ku jemi tani. Për rezultet këto hapësirat ekspozuese janë shumë të mira, janë të gjëra, janë në raport me produktin artistik, por vendi nuk është ai vend ku mund të jetë i mbritshëm nga ana e vizitorit. Ndaj ta citova pak më herët që po e presim atë çast që me një të rënd të zgjidhim disa pikpyetje. Po, atëherë aktiviteti i radhës pas këtij kush është? Po, ne kemi 3 evente në radhën kalendarike të Galerisë së Arteve Shkodër. Mirëpresim personazhin e ftuar të këtij viti, për vitin 2026, siç është artisti dhe arkitekti Arben Golemi. Pas ekspozitës së Zotit Golemi, ne mirëpresim një emër tashmë të njoftëm dhe shumë të dashur për publikun e gjerë shqiptar, siç është i Gazmend Lekës. Dhe në muajin maj, ndërsa në muajin qershor kemi po një event tjetër që lidhet me ekranin e artit. Ekrani e artit është i disati edicion që mbahet dhe organizohet nga Art House, një institucion privat në kuptimin e aktivitetit, por që është në marrëdhënie me institucionet publike për shumë kohësh dhe menaxhohet nga Teja Paci ose bia artistit mirënjohur ndërkombëtar me origjinë nga Shkodra, Adrian Paci. Është një event cilësor ku ekranet e qytetit marrin pikërisht atë formën e një ngjarje publike, ku përfshihen shumë institucione publike, po ashtu hapësira private ku ekspozohen filma me regji të ndryshme, konceptual, bashkohor, të traditës, dhe është një event shumë i rëndësishëm. Pjesë e këtij është edhe Galeria e Arteve Shkodër. Pra kemi 3 evente që na presin me një angazhim jo të vogël, do kisha thënë. Po. Ju falenderoj atëherë për bisedën dhe ju uroj suksese dhe aktivitete sa më shumë. Ju falenderoj për vëmendjen, jeni të mirëpritur çdo herë dhe mirësh në Shkodër.